ligjin, jo thjesht sepse ligji ishte i paqartë, por sepse kryeministri kishte shpallur fermanin e bllokimit të parlamentit, injorimin e kërkesës prokurisë posaçme dhe pengimin e drejtësisë. Përballë provave të korrupsionit, Niko Beleshi për turpin e tij zgjodhi të heshtë, të shkel ligjin dhe të zbatoj urdhrin politik. Me këto akte të rënda kundër interesit publik, është shumë e qartë se ky kuvend sot nuk i shërben interesit të qytetarëve. Ky kuvend po blen kohë kundër drejtësisë për të mbrojtur korrupsionin në nivelet më të larta të qeverisjes. Dhe një parlament i shërben kokulur për të bler kohë kundër drejtësisë, ai nuk shkel vetëm ligjin, ai tradhton besimin e qytetarëve. Turp, zoti kryetar, turp që shkelin ligjin për llogaritë korrupsionit. Një kryetar kuvendi ka vetëm një detyrë, t'i shërbej ligjit, jo kryeministrit. Por sot ky institucion nuk drejtohet nga ligji, por nga interesi personal i kryeministrit për t'i shërbyer, për t'i shpëtuar drejtësisë. Dhe kur kryetari i kuvendit nuk përgjigjet ndaj kërkesave zyrtare të deputetëve, nuk cakton mbledhjen që rregulloria e detyron, mbyll dyert e kuvendit dhe hesh pikërisht aty ku ligji kërkon veprim, heshtja e tij shndërrohet në mburoj politike, jo për qytetarët, jo për kuvendin, por për kryeministrin dhe korrupsionin që ai mbron. Le ta themi qartë dhe pa metafora, ky kuvend është kthyer në bunker të korrupsionit, jo sepse mungojnë provat, por sepse këtu bllokohet drejtësia me urdhër të kryeministrit. Zoti kryetar, ju nuk jeni betuar për të mbrojtur qeverinë nga drejtësia. Ne, deputetët e kuvendit, nuk jemi betuar për të mbrojtur të korruptuarit nga drejtësia. Ne jemi betuar t'i shërbejmë ligjit dhe sot për të fat keq ju dhe majoranca juaj keni zgjedhur të bëni të kundërt. Sot nuk keni mbrojtur kushtetutën, e keni vënë atë në shërbim të një kodi tjetër, kodi të korrupsionit dhe të mafjes politike të përfaqësuar nga Edi Rama, Belinda Balluku dhe Ergyll Sagasi. Përpara se të përballeni me drejtësinë, ktheuni zoti kryetar një çast në kohë dhe aty do të gjeni se ky kuvend ka njohur edhe shembuj të integritetit moral. Ka pasur socialistë të ndershëm që nuk ju nënshtruan vendimeve mafioze. Ato zgjodhën dorëheqjen në vend të turpit. E jap dorëheqjen për të mbrojtur në mënyrë më modeste dinjitetin e kuvendit dhe për të shmangur çdo rrezik të krizës midis institucioneve. Këto ishin fjalë të një ish kryetari socialist të kuvendit 24 vite më parë, që mund t'ju shërbejnë edhe ju sot për të kuptuar ndryshimin mes integritetit dhe nënshtrimit, mes shërbimit ndaj ligjit dhe shërbimit të verbër ndaj kryeministrit. Por zoti kryetaru, nuk kam asnjë iluzion, as ju dhe as shumë prej kolegëve tuaj nuk mund t'jeni të tillë, sepse integriteti kërkon pavarësi, kërkon liri. Ju nuk keni as njërën dhe as tjetrën. Për mbrojtur karrierën tuaj ju keni zgjedhur t'i nënshtroheni palishmërisë diktuar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku kundër drejtësisë, kundër prokurisë posaçme në mbrojtje të korrupsionit. Keni 13 vite që po përpiqeni në çdo formë dhe çdo mënyrë të impononi palishmërinë si normalitet, korrupsionin si reformë, propagandën si integrim, kontrollin si drejtësi. Po ne jemi këtu për ta refuzuar këtë normalitet të rrem, sepse asgjë nuk është normale në një vend ku parlamenti bllokon me qëllim, ku ligji shkelet për të mbrojtur korrupsionin dhe ku drejtësia sulmohet sa herë prek pushtetin. Dhe e keqja është se asgjë nuk ndodh rastësisht. Pas çdo bllokimi, pas çdo palishmërie, pas çdo sulmi ndaj drejtësisë, qëndron Edi Rama me modelin antidemokratik të ushtrimit personal të pushtetit. Ky nuk është thjesht një kryeministër që toleron korrupsionin, është një kryeministër që orienton, e mbron dhe e përdor korrupsionin si mjet qeverisës. Korrupsioni në këto 13 vite nuk është aksident, është mënyra se si merrni vendimet qeveria e Edi Ramës, është mënyra se si shpërndani parat publike, është mënyra se si mbani pushtet. Korrupsioni është vetë sistemi juaj. Dhe ky korrupsion nuk është abstrakt, nuk është statistik, nuk është debat televiziv, nuk janë ca letra në dosjen e Spakut, sa do të rëndësishme janë ato. Korrupsioni prek jetën e përditshme të çdo qytetari, korrupsioni ka ftyrë, ka kosto dhe ka
pasoja. Prandaj sot problemi i këtij vendi nuk është një vendim i vetëm, një zyrtar i vetëm apo një institucion i vetëm. Problemi është një kryeministër që ka kthyer palishmërinë në sistem dhe sistemin në mburoj personale. Kjo është arsyeja pse drejtësia sulmohet sa herë i afrohet Edi Ramës. Kjo është arsyeja që parlamenti bllokohet dhe hesht sa herë ligji kërkon të veprohet. Kjo është arsyeja pse kushdo që i thotë jo sistemit neveritshëm të Edi Ramës shtypet, izolohet, diskreditohet apo detyrohet të largohet. Megjithatë, ka një gjë që akoma ky pushtet nuk e kontrollon dot: opozitën dhe ndërgjegjen qytetare. Ne nuk jemi këtu për të pranuar fatin që cakton Edi Rama, nuk jemi këtu për të heshtur, nuk jemi këtu për të mësuar me padrejtësinë, nuk jemi këtu për të pranuar që Shqipëria të qeveriset nga frika. Ne jemi këtu për të refuzuar të farsë demokracie, për të thënë se ligji është mbi pushtetin, se parlamenti nuk është bunkeri korrupsionit dhe karteleve të drogës, se Shqipëria nuk është promë private e Edi Ramës dhe shqiptarët meritojnë të udhëhiqen nga një qeveri e pakorruptuar. Faleminderit.